Ditën e flamurit 28 nëntorin në Prizren sot u shënua me një vazhd aktivitetesh, duke filluar që në fillim me vizitat në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku ishte kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja dhe stafi i tij komunal të bashkëshortuar edhe nga shoqatat e dalë nga lufta dhe shumë subjekte të tjera politike, më pastaj drejtoria e policisë rajonale dhe të tjerë. Këtë ditë madhështore, pos homazheve në varrezat të dëshmorëve, kryetari Muja tha se shteti shqiptar ka një festë të madhe, sepse sot jo vetëm që po shënojmë këtë festë, por po shënojmë 103 vjetorin e madh të gjithë shqiptarisë. Kësaj feste të shtetit shqiptar që ne besojmë se do të bashkëpunojmë edhe në udhëtimin tonë në këtë traditim, ka theksuar kryetari i komunës Prizrenit Ramadan Muja. Shqipëria dhe Kosova janë ku janë dhe kombi shqiptar do ta zëj vendin e vetë në historinë e kombeve, në historinë e njerëzimit, prandaj erdhi koha e cila punon për kombin shqiptar dhe asnjë çështje në Ballkan dhe më gjerë nuk mund të trajtohet pa u pyetur edhe kombi shqiptar. Neve kjo na krenon dhe do të vazhdojmë ne dhe gjitha gjeneratat e ardhshme për të punuar në të mirë të kombit ton, për ta afirmuar kombin ton, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Evropë, por edhe më tutje, edhe më gjerë. Ne gëzojmë për krahje maksimale, edhe nga miqt, mendoj më të largët, nga fuqitë më të mëdha botërore, nga Evropa dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye ne e kemi sot shtetin në sajë të gjakut të derdhur për liri dhe pavarësi dhe në sajë të përkrahjeve permanente të fuqive të mëdha në krye me shtetet mike të Bashkuara të Amerikës. Kombi ynë, kudo që gjendet, në gjitha trojet etnike shqiptare edhe në mbar rruzin toksor, sot e ka një festë të madhe, festën e flamurit kombëtar, festën e pavarësisë, prandaj të gjithë shqiptarëve kudo që janë, ju uroj shëndet, lumturi dhe gjitha të mirat e të mbarat. Ushtruesi i detyrës së policisë, komandanti i policisë rajonale Lumni Graishta uroi këtë festë duke potencuar se policia e Kosovës do të jetë në shërbim të mbrojtjes dhe qetësisë dhe mirëqenies së kosovarëve, duke uruar një herë edhe festën e 28 nëntorit. Jemi sot këtu për të nderuar dëshmorët dhe gjithë thranet në rrugën e gjartë të lirisë. Jemi për të nderuar njerëzit më meritor për këtë festë dhe gjitha festat tjera. Andaj unë bëj thirrje për një festim, për një kremtim dhe për nderim të dëshmorëve në mënyrën sa më të dinjitetshme të mundshme. Lavdi gjithë thranëve për lirinë e Kosovës. Faleminderit juve. Përderisa dhe nga FSK-ja, kapiteni Sejdi Krasniqi, duke uruar këtë festë madhore të kombit, ka lavdëruar gjithë trashëgimin e kombit shqiptar deri më tani. Jemi këtu për të përur pranë këtyre dëshmorëve, të cilët ndoqën rrugën e heronjve të kohës Skënderbeut që nga viti 1443, 28 nëntori vitit 1912 Ismail Qemalit dhe 28 nëntori i vitit 1907, ku ishin pjesë e kurorëzimeve të gjithë heroizmave të kohës së kalume. Prandaj jemi sot për të përullur para tyne, njëkohësisht nga ky vend, për të trokitur ndërgjegjes tonë dhe obligimeve për të ndriçuar rrugën drejt së ardhmës, në mënyrë që të jemi gjithherë në hap me kohën, duke i analizu dhe vlerësu situatat që mund të na paraqiten dhe nga dëshmirin tonë si institucion gjithherë t'ju përgjigjem institucioneve dhe qeverisë Kosovës. Në përfund dua t'ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që gjenden festën e 28 nëntorit. Urime. Pas homazheve në varrezat të dëshmorëve në Landovic, kurora Lulësh u vendosën dhe tek monumenti i lirisë në Prizren, ku u nderua sakrifica dhe vepra e dëshmorëve të kombit.